Në këtë tutorial do të shpjegojmë si të bëjmë vizatim me CAD në Total Station X4 nëpërmjet softwareit AutoCAD Go. Hapim softwarein. Klikojmë Survey. Klikojmë CAD Stakeout. Klikojmë ikonën Full Map dhe na shfaqen të gjitha pikat që kemi matur apo piketuar. Opsioni Data na mundëson të importojmë ose të eksportojmë një material CAD. Opsioni Draw na mundëson që të bëjmë lidhjen e pikave të matura. Në menun Draw kemi opsione të ndryshme për lidhjen e pikave, njëlloj si të punojmë në programin AutoCAD nga kompjuteri. Klikojmë Polyline. Klikojmë ikonën e selektimit. Selektojmë një nga një pikat që do bëjmë lidhjen. Klikojmë ikonën Complete. Klikojmë Draw. Klikojmë Polygon. Klikojmë ikonën e selektimit. Selektojmë një nga një pikat që do bëjmë lidhjen. Klikojmë ikonën Complete. Në këtë mënyrë mund të përdorim opsione të ndryshme për të bërë lidhjen e pikave. Opsioni Store na mundëson të gjejmë pikëprerjen e dy vijave ose dy radhëve. Na mundëson të bëjmë offset të elementeve të ndryshëm që kemi në material. Opsioni Tools na mundëson të fshijmë elemente të ndryshëm në vizatim. Mund të llogarisim distancën ndërmjet dy elementeve me anë të opsionit Distance Survey. Mund të bëjmë edhe llogaritjen e sipërfaqes me anë të opsionit Area Survey.